Territori i qarkut Kukës vjen të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, ku gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar reshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar të shoqëruar me erë. Reshjet kanë qenë më të theksuar gjatë orëve të natës, duke krijuar trysni në disa zona problematike, kryesisht në akset rrugore që kalojnë në terren malor dhe me prirje për rrëshqitje. Si pasojë këtyre reshjeve, në disa segmente rrugësh janë evidentuar rënje gush dhe inertësh, pa shkaktuar bllokime apo dëmtime serioze të infrastrukturës rrugore. Strukturat përgjegjëse kanë qenë në gatishmëri dhe situata është mbajtur në monitorim të vazhdueshëm. Të gjitha akset rrugore nacionale rezultojnë të hapura dhe plotësisht të qarkullueshme, pa kufizime për lëvizjen e mjeteve. Nga bashkitë Kukës, Tropoj dhe Hasa nuk janë raportuar problematika të lidhura me kushtet e motit. Në drejtim të shërbimeve bazë për popullsinë, furnizimi me energji elektrike në të gjithë qarkun Kukës paraqitet normal, pa raportime për ndërprerje apo defekte në rrjet. Strukturat përkatëse konfirmojnë funksionimin e qëndrueshëm të sistemit energjetik. Furnizimi me ujë të pishëm për banorët e Kukësit të vjen të realizohet sipas orarëve të përcaktuar nga Detyria Rajonale e Ujësisë Kanalizimeve Kukës, pa problematika të shtuar si pasojë e rreshjeve. Në tërësi, situata paraqitet e qetë dhe e menaxhueshme. Institucionet vendore dhe strukturat e emergjencave civile vijojnë ndjekjen nga afër të kushteve atmosferike dhe gjendjes në territor, duke qenë në gatishmëri për çdo ndryshim të mundshëm të situatës.